Pas votës së hedhur gjatë ditës së shtunë, socialistët e qarkut të Shkodrës kanë zyrtarisht 32 emrat e delegatëve që do t'i përfaqësojnë në kongresin e 19 marsit. 71% ka qenë pjesëmarrje në Shkodër pas numërimit të votave, ndërsa në Bashkinë Vaudez 60% e antarësisë shprehen vullnetin e tyre sipas parimit një antar një vot. Asnjë kontestim nuk ka patur për mungesë emri në lista apo pa rregullsi tjetër, shprehen përfaqësues të kësaj force politike që monitoruan procesin nga nisja deri në mbyllje. Në gjitha njësitë vendore bashkë me Bashkinë e Shkodrës dhe në Boshat, nuk kemi pas asnjë problem në incident, çdo gjë ka shkuar normalisht. Për çfarë përket domethënë situatës dhe pjesëmarrjes në komplet Bashkinë e Shkodrës bashkë me njësitë ka qenë afërsisht 71%. Emrat që janë shpallur fitues në këtë garë janë: Postriba ka një delegat Elira Aliaj, Dojqi një delegat Ndrek Rukaj, Bërdica një delegat Hekuran Gjoreta, Shala një delegat Bol Vuksani, Ana Malit një delegat Aida Malja, Gurizi një delegat Terezina Lazej, Velipoja një delegat Zamir Leka, Rëthina Justina Shkrepaj, Luan Harusha Lulashnika, Pulti ka një delegat Gjin Brigja, Shkodra në katamat delegat të ndam 7 meshkuj e 7 femna janë Arta Mehmetaj, Dorata Tyli, Edita Shoshi, Violeta Staka, Gjeni Halili, Majlinda Laqaj, Vera Zhivani, Elson Qeliku, Bruno Shlaku, Bregen Dibra, Mikel Kopsaj, Janko Jovani Shelqaj, Genz Spahia edhe Gjok Lera. Njësia administrative Vaudez, një delegat Nikolin Huba, Njësia administrative Boshat, një delegat, 3 delegat, Bujar Shima, Gjok Leshi dhe Arjola Velaj. Njësia administrative Temal, 2 delegat, Mark Zhuri dhe Bordhe Kapaj. Njësia administrative Hajmel, Eduard Doçi. Surprizues ka qenë ky rezultat për disa emra të përfshirë në këtë listë, të cilët prej ditës shtentojnë të shesin veten si kandidat për kryetar të Partisë Socialiste, por që nuk arritën të marrin vota as për të shkuar deri në kongres si delegat.